إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për çdo begati dhe mirësi që Allahu Azza wa Jall na nderoi. Një ndër nderat më të mëdha që Allahu Azza wa Jall këta ditë Allahu Azza wa Jall i nderoi robët e tij, që Allahu Azza wa Jall i ftoi që të vizitojnë shtëpinë e shenjtë, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall gjithë atyre të cilët janë drejtuar të vizitojnë këtë vend, Allahu Azza wa Jall haxhin e tyre Allahu Azza wa Jall ta pranon. E atyre që Allahu Azza wa Jall i ka privu deri tash që mos të kenë mundësi të vizitojnë këtë vend, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ja lehtëson dhe ta mundëson që ta vizitojnë këtë vend. Pra vëllezër të ndershëm, shtëpia më e lartë dhe më e çmuar në sipërfaqen e tokës, që Allahu Azza wa Jall e zbriti nga qielli sipas disa transmetimeve, është Ka'bja e shenjtë ku Allahu Azza wa Jall e veçoi këtë vend edhe e bekoi. Ku Allahu Azza wa Jall nderoi këtë vend, ku nëpërmes dorëve të melekëve, sipas disa transmetimeve, u ndërtoi shtëpia e parë për ibadet në sipërfaqen e tokës. Për atë kur u pyet pejgamberi Allahu se cila është shtëpia e parë për ibadet që është ndërtuar, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ka'bja. Ka'bja është vendi i parë, tempulli i parë për ibadet që është ndërtuar sipërfaqen e tokës. E kanë mbikëqyrë njerëzit e përzgjedhur të Allahut Azza wa Jall, e kanë rindërtuar njerëzit e zgjedhur, ku Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin e Kerim, ku Allahu Azza wa Jall e bën Ibrahimin baban e pejgamberëve bashkë me Ismailin të rindërtojnë këtë vend. Dhe Allahu Azza wa Jall e porosit Ibrahimin alayhis salam, pasi që mbaroi krirjen e ndërtimit të Ka'bas, Allahu Azza wa Jall e porosit Ibrahimin alayhis salam që të ngjitet në kodrinën më të afërt të Ka'bës të quajtur Ebu Qubeis, dhe t'i fton njerëzit që ta vizitojnë këtë vend. Dhe Ibrahimi alayhis salam i kthehet Allahut Azza wa Jall, i thot: ja Rab, zoni im është i ulët dhe s'ka mundësi që të arrin në skajt e botës, s'ka mundësi që të arrin zoni Ibrahimit alayhis salam deri në veshin e çdo njarit deri në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall tha thirrit ti, o Ibrahim, unë jam ai i cili e përcjelli. Dhe transmetohet me një transmetim se kur ka thirr Ibrahimi alayhis salam, jo ka drejtu mbar njerëzimit dhe i ka thonë: o jo njerëz, Allahu Azza wa Jall e ka ndërtuar një shtëpi të shenjtë, dhe Allahu Azza wa Jall ju fton që ta vizitoni këtë vend të shenjtë. Pra çdo kohë që Allahu Azza wa Jall ja ka caktuar ta viziton këtë vend, ju kanë përgjigjen të gjithë krijesat deri në ditën e gjykimit, duke qenë në shpinën e Ademit alayhis salam, duke qenë në shpirtat e tyre që i ka kriju Allahu Azza wa Jall, ju kanë përgjigj Allahut Azza wa Jall me këtë përgjigje duke thonë: lebejk Allahumma lebejk,
të përgjigjem o Zot, të përgjigjem, dhe ne jemi ata të cilët kur të vizitojmë këtë vend, eri për të rim këtë fjalë duke thonë, lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, innal hamda wan ni'mata leke wal mulk la sharike lek. Të përgjigjemi o Zot, jo kemi përgjigj thirrjes Ibrahimit a.s. Dhe sot e shohmi si njerëzit garojnë që të vizitojnë këtë vend. Kjo reflekton duaja e babës së pejgamberëve, thirrësit të njerëzimit që Allahu Azza wa Jall e autorizoi që t'i fton njerëzit për vizitën e këtij vendi. Dhe kur ju lut Allahut Azza wa Jall duke ju drejtuar me këtë fjalë dhe duke i thonë Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharrami Rabbana liuqimus salat فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Tha o Zoti madh, unë një pjesë të familjes time e kam lënë me një vend të shkret tek shtëpia jote e shenjtë, o Zoti madh. Nuk e kam lënë për diçka tjetër, vetëm që të bëjnë namaz. Para ta bani shpirtat e njerëzve të përmallohen për to, të përmallohen për këtë vend. S'ka njeri që viziton këtë vend vetëm se i shtohet doze e përmallimit për këtë vend. Pra doledhët të ndërshëm reflekton doja e babës së pejgamberëve Ibrahimit a.s. që njerëzit të përmallohen, të mallëngjohen për këtë vend, para ata kur i përcjelli një i varfër i cili nuk ish mundësi që t'i përgjigjet thirrjes së Ibrahimit a.s. që ajti kur i përcjelli Haxhiler dhe i tha kja pikëllimi madh kur i përcjelli njerëz për të vizituar shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, shtëpinë e Zotit, si do të jetë dëshpërimi për ata të cilët s'kan mundësi të komunikojnë me Zotin e tyre. Pra duhet që ata të jenë më të dëshpëruar dhe më të pikëlluar. Pra vëllezër të ndershëm, përgëzime për ata që Allahu Azza wa Jall i ka thirrë dhe i ka janë të gatshëm që t'i përgjigjen Allahut Azza wa Jall në thirrjen e Allahut Azza wa Jall për vizitimin e këtij vendi të parë që shkeli koma e njerëzimit, si transmetohet se Ademi a.s. ko zbriti prej xhennetit, zbriti në këtë vend, në vendin e quajtur Arafa. Për këtë arsye njerëzit dalin në ditën e Arafatit, në vendin e Arafatit, që ta ripërtrin besatimin që ja kanë thonë Allahut Azza wa Jall, si transmeton Ibn Abbasi se Allahu Azza wa Jall nga shpina Ademit a.s. i kanë nxjerrë mbar shpirtat e njerëzimit dhe në ditën e gjykimit, dhe Allahu Azza wa Jall i ka bën dëshmitar, i ka kërku nga ato që të pohojnë se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. S'ka kush, s'ka Allahu Azza wa Jall ortak, s'ka Allahu Azza wa Jall nevojë për askënd. Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili meriton adhurimin. Të gjithë janë të varfër, të nevojshëm për Zotin e tyre. Për atë Allahu e pohon këtë çështje në Kur'anin e Kerim dhe thot wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Pra dëshmoni se jam i vetmi që meritoj adhurimin. Dëshmuan të gjithë shpirtat, tha mos dilin ditën e gjykimit, të justifikoni, të arsyetoni, të ju dhe të thoni se nuk e kemi dit, apo nuk kemi ndëgju, apo kemi qenë të pakujdesshëm. Para të Allahu Azza wa Jall e boni për çdo vetë që të ripërtrihet shahadeti në vendin e parë ku Allahu Azza wa Jall mor besatimin e mban njerëzimit se do të adhurojnë vetëm Allahun Azza wa Jall, nuk do t'i friksohen askujt pas Allahut, nuk do të shpresojnë prej askujt vetëm Allahut, do të adhurojnë Allahun më shumë se çdo kënd, do të adhurojnë Allahun Azza wa Jall derisa të jenë gjallë. Pra vëllezër të ndershëm, kjo është dëshmia e parë që Allahu Azza wa Jall e mon në këtë vend. Për ata
që shkon në këtë vend, faktikisht shkon i përgjigjet thirrjes Allahut Azza wa Jall për të realizuar kërkesën dhe dëshirën e Allahut Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall: "Wal yashhadu manafi'a lahum", dhe ti përjetojnë mirësitë e tyre. Thot Ibn Abasi, në këtë ajet e ka për qëllim mirësitë e dunjas dhe mirësitë e ahiretit. Pra të lumt o vllai i dashur musliman apo motër e ndershme që Allahu Azza wa Jall të ka përzgjedh ti përgjigjesh Allahut Azza wa Jall. Këto janë disa nga përgëzimet e shumta që na ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mjafton për atë që niset në këtë vend ku Allahu Azza wa Jall e konsideron misafir të tij. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: haxhiler dhe umregjit janë musafirt e Allahut, janë musafirt e Allahut. Allahu i thiri ato, këto ju përgjigjen, para duat dhe lutjet e tyre janë të pranuara gjatë rrugtimit duke shku në hax apo umre, gjatë qëndrimit të tyre në atë vend, gjatë kthimit deri në vendlindje janë në ibadet, janë misafirt e Allahut. Dhe çdo kush i cili tenton ti pengon ato, apo ti ngacmon ato, apo ti shqetëson ato, apo ti nënvlerëson ato, apo ti keq përdor ato, Allahu Azza wa Jall ka marrë premtim që Allahu Azza wa Jall do t'i përbuz dhe do t'i thënë qafën dunja dhe në ahiret. Para të letë të ndërsëm, ibadeti më madhështor është një ibadeti haxhit. Megjithatë, për fat të keq, në kohën bashkohore njerëz ma kriminal janë organizatorët e haxhit që tentojnë të cilët i keq përdorin haxhilerët, misafirt e Allahut Azza wa Jall i ngacmojnë, i pengojnë që të vizitojnë vendin e shenjtë, i pengojnë ato që ti përgjigjen thirrjes Allahut Azza wa Jall, i keq trajtojnë. Për atë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu kur qëndrojnë në haxh, jo drejtu me kazve dhe i tha: a e dini kush ka gabane unë në këtë login? Than e din, a ka qenë një fis i quajtur filanit, biri filanit. A e dini kush ka jetu dhe në këtë fis? Tha ka jetu në këtë vend di filani ku janë ata. Tha Allahu Azza wa Jall i ka shfaros ato. Tha e dini përse Allahu i ka shfaros? A e di pse Allahu i ka falementu? A e di pse Allahu Azza wa Jall i ka azjesu? Për shkak se i kanë përbuz misafirt e Allahut. Tha Omer ibn Khattab: pasha Allahun më e dashur për mua që ti baj, pasha Allahun është më e dashur për mua që ti baj, dhe gjunaj jashtë haremit se sa një gjuna në harem. Kja është vendi shenjtë. Dhe të ndërshëm thonë të Abdullah ibn Abasi, me ditë se sa vlerë kanë misafirt e Allahut, me kasit do të kishin dalë në skaj, do t'ja kishin puthën edhe kom të kafshëve, mjetëve që kanë ardhën, që i kanë sjell misafirt e Allahut në këtë vend. Para të lejo të ndërshëm, këto janë njerëzit e shenjtë tek Allahu Azza wa Jall, për çka se Allahu i ka konsideru misafirt të tyre. Para të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se duat dhe lutjet dhe kërkesat e tyre janë të ndëgjuar te Allahu Azza wa Jall. Si mos gëzohen ata të cilët janë nisë në këtë drejtim, e kanë këtë rrugtim, kurse janë ata të cilët e fortifikojnë imanin e tyre, e rregullojnë çështjen e besimit të tyre. Nga se Allahu Azza wa Jall krirjen e haxhit nuk e ka bërë çështje ditësore apo çështje sekondare, e ka bërë shtill të Islamit. Thot pejgamberi Allah se Islami është ngrit në 5 shtilla, ki është duke ndërtu shtillën e 5. E s'ka dyshim se ajo është ajo ndërtes, ai pallat, ai tempull që ka më shumë shtilla, imanin e ka më të fortifikuar. Para thot pejgamberi Allah, me një hadith kur e pyetën pejgamberin Allah se cila vepra më e dashur te Allah, tha ta besojsh Allahun dhe pejgamberin Allah. Than pastaj ja Rasulullah, tha xhihadi në rrugën e Allahut, është sakrifica në rrugën e Allahut. Than ja Rasulullah, pastaj cila? Tha haxhi pranuar, haxhi pranuar. Allahu Azza wa Jall
i begatov të gjithë ata të cilët e vizitojnë këtë vend me haqë të pranuar. Mirë për djetarë vëllezër të ndërshëm, kanë kurzuar që të jetë haqë i pranuar, duhet për qëtër tjetër për mbush këto kushte. Kushti i parë që pasurin me të cilën shkon atje ta ketë halal, mos ta ketë nga harami, nga se ka me një transmetim që haxhiu kur ndriset në këtë rrugë dhe thot lebejk Allahumme lebejk, mirë për pasurin e ti e ka haram. Allahu azza wa jall thot la lebejke wala sa'dejk, une nuk të përgjigjem ti, as nuk je i mirë se ardhur. Nëse pasurin e ti e ka halal, atër Allahu azza wa jall i përgjigjet ati dhe thot lebejke wa sa'dejk, i e mirë se ardhur, mirë se na vjen dhe ne të përgjigjemi për çdo hap që të kafshë e ti. Thot pejgamberi Allahu, ka si ka një sevap i shkruan dhe i shlien gabimet. Pra vëllezër të ndershëm, kja kushti i parë. Kushti i dytë për të qenë haxhi pranuar, që të shkojsh në haxh vetëm për ta kënaqur Allahun azza wa jall. Kjo ishte duaja dhe pejgamberit Allahut, i cili thonte o Zoti i Madh, na begato me haxh, nuk ka si e vajtësi në ta, nuk kërkojmë fam prej saj, nuk kërkojmë që dikush dikush që të na jape një titull që i kam qenë haxh, mirë po, shkojmë që t'i përgjigjemi Allahu azza wa jall, që t'i kënaqur. Kushti i tretë që të bëjmë vepra të mira. E pyetën pejgamberin Allahu se çka do të thonë haxhi i mirë, haxhi i pranuar. Tha pejgamberi Allahu, ti ushqesh të qerat, pra ti i ushqim atyre, ti jep selam të gjithë dhe të folsh fjalë të buta. Gjithashtu mos të bëjsh mëkate, nga se thot pejgamberi Allahut, ai që e krin haxhin, mirë po nuk fjalë të dyta, nuk ofendon, nuk shan në haxh. A ka mundësi që haxhiu të shan? Vëllezër të ndershëm, për fat të keq, organizatorët e haxhit nuk i hekat pigoje, ofendimi dhe sharja, nuk i hekat pigoje cigarja. Para fat të keq janë organizatorët më të këqinj si për faqen e tokës, që kanë marrë për sipër, që ta organizojnë ibadetin më të çmuar tek Allahu azza wa jall. Për këtë arsye në kohët më të vjetra ne jemi dëshmitar që shkojshin haxhiler, ka prej atinve që ka shku në haxh dhe qaba nuk e ka pa, për çka kësë organizatorëve të këqinj, vëllezër të ndershëm. Për ata ke kujdes me kanë peshoqëron, me kanë pekrin haxhin. Gjithashtu kushti 5% haxhi pranuar, duhet të jetë haxhi sipas modelit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi Allahut u sjell ke gjalltas dhe majtas duke kri haxhin dhe thonte khudhu anni manasikekum, merrni rregullit e haxhit prej meje, siç na ka mësuar të bëjmë namaz në formën e pejgamberit Allahut. Dhe haxhi pranuar, nuk pranohet haxhi nëse nuk krijet modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të ndershëm, mjerisht tham se ku janë haxhiler të Ballkanit, të cilët as nuk rezervojnë shatora në Mina dhe na dalin nëpër media, i gënjejnë publikisht umetin, e gënjejnë dhe i thojnë se në Mina kemi rezervuan shatore, a faktikisht për ta kursejan qatë çmim, vëllezër të ndershëm, dhe për t'i fut këto dinon xhepat e tyre, mendojnë se ne nuk i kuptojmë këto çështje, i lon njerëzit pa ndal në Mina, qëndrimi në Mina, vëllezër të ndershëm. Pejgamberi Allahut e ka bë obligim për ata mos qëndro në hotel, se nuk i shku ti atje për komoditim, ke shku që të adhuroj Zotin tënd. Ku qëndroj pejgamberi Allahut, qëndro dhe ti. Nëse don që haxhi jot të jetë i pranuar, a din çfarë do me thonë, ti mu kthien me haxh të pranuar. Thot pejgamberi Allahut, ati që i pranohet haxhi, kthehen familjen e vet, pa gjunohe sikur atë ditë që ka lindën. Dhe thot pejgamberi Allahut, nuk ka kundërvlerë për haxhin e pranuar pas xhennetin Allahut azza wa jall. Rruga më e shkurt për ta fituar xhennetin Allahut është krirja e haxhit modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thonte pejgamberi Allahut, vazhdoni të shkoni në haxh dhe në umra, mos i ndëgjoni shurmëxhit të cilët ju pengojnë dhe thojnë se kemi nevojë ekonominë ta drejtojmë në drejtime të
tjera, nga se thot pejgamberi Allahut se nuk ka mundësi haxhi dhe umra njeri unë të varfëron as njëherë, nuk ka bon i varfër një haxhi që e ka kri haxhin. Haxhi nuk të varfëron, për këtë mundrazi, haxhi të pasuron. Kështu e ka bon Allahu Azza wa Jall, shpenzimet e haxhit që Allahu Azza wa Jall kja shumë fishohet dhe kja kompenzohet. Në manirën si që din Allahu Azza wa Jall, dhe thot pejgamberi Allahu, dhe vazhdimisht të vizitoni këtë shtëvi, këtë vend, ta keni haxhi dhe umrën. Haxhi dhe umra ja largon fukarallakin dhe ja largon gjunat, ju pastron prej gjunave. Gjunat e mëdhaja janë vetëm disa vepra që i shlien. S'ka mundësi që çdo gjunat e mëdhaja ti shlien çdo send. Parat Amr ibn Asi, kur arte pejgamberi Allahu që jape besatimin e zgjati dorën, e pastaj pasi zgjati dorën, pejgamberi Allahu të mbledhi dorën Amr ibn Asi. Tha pejgamberi Allahu ja Amr, çka u bo? A i rave pishman të pranojsh islamin? Tha ja Rasulullah, du me kushzu, qfar kushti ke ja Amr? Tha që Allahu të mi fale të gjithë mëkatët, gjunat që i kam bon gjahiliet. Tha ja Amr, a din se pranimi islamit, a që t'i shlien kërit gabimet? Ja Amr, a din se i qëreti me pejgamberin Allahut, a që t'i shlien gjithashtu gjunat e mëdhaja dhe dvogla? Dhe haxhi është element që t'i shlien gjunat e vogla dhe të mëdhaja. Para do lejo të ndërshëm, në këtë vend ne kemi shpërblime të mëdha që nuk në mjafton vetëm një hitbe apo një ders të flasmin ata. Mirë po duhesh me ditë se në këtë vend është i vetmi vend që ka pjesë të xhennetit, nuk ka si për faqen e tokës pjesë të xhennetit përveç se në këtë vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se gurizi është pjesë e xhennetit. Gjibrili a.s. e ka sjell dhe thonte Abdullah ibn Amr ibn Asi, përderisa gurizia në mesin e juaj ju jeni në hajër, dhe thonte pejgamberi Allahut e ka pas një veti, një cilësi gurizi, mos me pasqen mëkatet dhe gjunat e bijve të demit, nuk e kishte përshëndet apo nuk e kishte prek një njeri gurin e zi, vetëm se ish shëru prej çdo smundje që e posedon. Mirë po i ka met një veti dhe një cilësi, e din cila cilësi, thot pejgamberi Allahut, nuk e prek apo nuk e përshëndet një njeri vetëm gurizin ditën e kiametit, ka morin gjallë që me ka me posi dhe gjumë, dhe ka me dëshmu për të gjithë ata që e kanë përshëndet dhe kanë regjistru emnin e tyre të gurizi. Pra gurizi nëse e përshëndet, Allahu Akbar, dije se gurizi të regjistron emnin tënë, të regjistron emnin tënë, të regjistron prej ardhën tëne, dëshmon çfarë dëshmi e ban gurizin ditën e kiametit. Thot pejgamberi Allahu, ditën e kiametit dëshmon për imanin tënë, ditën e kiametit pjesë e xhennetit dëshmon ditën e kiametit. Gjithashtu prej pjesë e xhennetit që thot pejgamberi Allahu, janë di margarita të cilët sikur Allahu Azza wa Jall nuk ja kish fikën dritën, do ta kishin ndriçu krejt dunjan. Pra bajshin dritë ma shumë se dielli apo hana 15. Kush janë këto? Ruknul Yemani, një skaj që thot pejgamberi Allahu, nëse e prek njeriu ati shkunën gjunat, sikur gjethet të thata që vinë në vjesht, i vinë gjunat ati. Dhe gjithashtu me kamo Ibrahim, qëndrimi është bloki ku ka qëndruan Ibrahimi a.s. Kër e ka ndërtuan qabën, a pjesë e xhennetit, ka qenë e ndriçueshme që e ka ndriçu dunjan. Mirë po Allahu Azza wa Jall e ka fikën dritën, mirë po thot është jakute min jakutil gjenne, është margarit, guri prej gurve të xhennetit. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'ja leçon atin që
e kanë bën një jetë ta vizitojnë këtë vend. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na privon nga vizita e këtij vendit. Allahun Azza wa Jall lutim që Allahu Azza wa Jall gjithë ata të cilët janë të pamundshëm me shku në këtë vend, mirë po një jeti e kanë që ta vizitojnë këtë vend, Allahu mos t'i privon nga sevapat e vizitës së këtij vendi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndërshëm vetëm në këtë vend asnjë lloj ibadeti që nuk ekziston, asnjë vend që lloj ibadetit që krijet vetëm në këtë vend ajo tawaf. Tawafi rrotullime, 7 rrotullime bën një tawaf. Që thot pejgamberi Allahut, ai që bën 7 rrotullime dhe i fal direqat e ka shpërblimin si me liru një rob prej fëmijëve të Ismailit. A do të din çka do me thonë me liru një fëmijë nga fëmijët e Ismailit? Ka thonë pejgamberi Allahut se s'ka mundësi që fëmiu t'i del hakut prindit vetëm një rast. Kur ka mundësi që fëmiu t'i del hakut prindit vetë, thot nëse e gjenë babën e vetë, prindin e vetë të robëruar, e blen ata dhe e liron. Vetëm këtë rast ka rrit ai që t'i del hakut prindit vetë. Ndërsa paramendon e me liru një fëmi prej fëmive të Ismailit, pra i vjen si kurse pejgamberi Allahut me pas qenë rob, me pas ble dhe me pas liru. Shpërblimi madh për ata të cilët bojnë tawaf dhe thot për çdo hap që e qesin kanë sevap, edhe për çdo hap që e qesin shlien nga gjunat, e pastaj kur qethen vëllezër të ndershëm, jo vetëm që borin pjesë këto në sevapin e duas pejgamberit Allahut, i cili u lot 3 herë për ata të cilët i ruajnë flokët e tyre, po pejgamberi Allahut u lot dhe për ata të cilët i shkurtojnë flokët e tyre, dhe thot pejgamberi Allahut për çdo kimet flokës që bën tokë bin ka një gjuna. Vetëm i ven që qethja është ibadet vëllezër të ndershëm në këtë vend. Heqja e flokëve pikojnë gjunat. Pastaj pejgamberi Allahut ka thonë dhe këto është dita Arafatit, dita më e mirë e dunjasa, dita Arafatit që Allahu është betu në ta në Kur'ani Kerim, si thot Ibn Abbasit, ku ka thonë Allahu Azza wa Jall wa shaf'i wal watr, pasha ditën qift dhe ditën tek. Dita qift e ka për qëllim Kurban Bajramin, e dita tek e ka për qëllim ditën e Arafatit. Thot për Aisha radiallahu anha, nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall liron qafa nga zjarmi xhenemit ma shumë se sa ditën e Arafatit. Allahu zbret në qiellin e dunjas ditën e Arafatit dhe liron njerëz nga zjarmi xhenemit. Pra i amniston Allahu Azza wa Jall robët e tij, i fal Allahu Azza wa Jall të cilët janë të shkruan që ti në xhenem, mirë po për shkak qëndrimit të tyre në Arafat dhe lutjeve të tyre, Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit e ka bekuan që Allahu krenohet me robët e tij në mesin e robëve që cilët janë në qiell, në mesin e melekëve, dhe ja parashtron këtë pyetje dhe thot çka kanë dash këto njerëz në këtë vend, pse kanë ardhur të plonosur, të raskapitur, të lodhur në këtë vend, çka dojnë këto njerëz? Tha ja Rab, këto dëshirojnë që ti falësh, thot dëshmoni se unë do t'i fali ato. Nuk ka ditë që fal Allahu Azza wa Jall ma shumë se sa ditën e Arafatit. Me ti o haxhi, Allahu krenohet ditën e Arafatit, mesin e melekëve, mesin e bilionave melekëve që janë në qiell, krenohet me haxhiler që kanon këtë vend të partari për tri besatimin që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Pra dita Arafatit, a dita e çmuar tek Allahu Azza wa Jall, dita e faljes, dita e lirimit, shpëtimit nga zjarmi xhenemit. Allahu Azza wa Jall lutemi të na mundson të qëndrojmë në këtë vend, në ato çaste që i don Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye Allahu e përmbilli dhe fenë e tij bashkë në këtë vend të bekuar. Allahu e zbriti fjalën e tij, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lakumul islam dina. Sot unë e kompletova begatit fen time, sot unë i përmbylla begatit e mia ndaj jush dhe islamin fe tuaj e përzgjodha. Allahu e përzgjodhi, Allahu e vërtetoi, Allahu e përmeni begatin më të madhe njerëzimi që e ka dhënë fen Allahut azza wa jall në këtë vend që i futët të ishin deve këme në pas brit kja jet. Këtë dit ne do të kishmi shpall dit feste, Omeri njoftoj ato se kjo ka është e musliman dit feste, se atë dit që ka qëndru pejgamberi Allahut në Arafat ka qenë ditë e gjumo pas ikindije, për ata dhe a sekretit se në ditën e gjumo pas ikindije ndëgjon dhe luqjet të cilët i ban robi Allahut azza wa jall. Mirë po mund me pit njani prej neve çka ka për neve që s'po mujim ne me jo përgjigj se ashtë rejtu dhe s'kemi mundësine të shkojmë këtë vend. Bane një jetë me shku, kishe pas mundësia, kishe shku nëse kishe pas një jetë me shku, kishe pas mundësi, atëre kesh përblimin sikur me pas shku. Pejgamberi Allah në luftën e të bukit, duke u këthi nga luftë e të bukit, tha janë disa njerëz të cilët me dine, mirë po nuk kemi hec me një login apo me një kodrin, vetëm se kanë qenë me ne. Tha një Rasulullah, si kanë mundësi me qenë me neve, kurse ato në Medine. Tha ato ka qenë të justifikuar, oj malëngjuar i justifikuar. Allahu azza wa jall thot banë një jetë ti që ti përgjigjesh Zotit tënë, Allahu azza wa jall nuk prevon edhe nga sevapat, si kur i ka gjiu i ke dhe ti. Gjithashtu thot tregon pejgamberi Allah, kur u ankuan të varfrivit të pejgamberi Allah, si transmeton Ebu Hurajra, thani ja Rasulullah, këto të pasanikat janë që në të i kaluan, na po bojmë namaz dhe ato po bojnë namaz, na po bojmë gjihad dhe ato po bojnë gjihad. Mirë po ato po kanë shka me dhonë, po kanë mundësi me shku numre, po kanë mundësi me shku në haq, nas po kena mundësi. Ta pejgamberi Allahut atë ju tregoj për diçka, nëse e bani ju do t'i arrini ato që ja kanë të i kalu juve. Dhe nuk arrin askush me ju mri juve pas juve, vetëm aj që vepron si kur ju. Ta në tregoja Rasulullah, tha pas namazit farz mos e lëviz vendin pa thonë së paku 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah dhe 10 herë Allahu akbar, jo pas sunet. Pas namazit farz ne i thojmë 43 herë dhe kjo është ma e plot dhe ma e mirë. Mirë po pas namazit farz nëse je për gut, mos e le pa thonë 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu akbar, shpërblimin e ke si kur me kryen haq vlla i dashur musliman. A për shep pa dhja që të ka bo tije, të ka privu nga sevapat e mdhaja që i ka premtu pejgamberi Allah. Ja është të transmeton Ebu Dherr el-Ghifariu që thot, kur ankuan të varfrit për shkak pasanikave pejgamberi Allah tha, a nuk ju kalon Allahu edhe juve, o ju të varfër, o ju të varfër, a nuk ju kalon sevape? Ta nuk e dini se me fal namazin e yatsis me xhamat e kesh përblimin sa një haq në krim. Dhe me fal sabahun me xhamat e kesh përblimin sa një umre. Dhe një transmetim thot pejgamberi Allah, me dalën, me qit hapa për i shtëpis për ta kryen drekën, apo i këndien, apo akshamin, apo sabahun, apo tjen një farz prej farzëve kesh përblimin sa një haq. E me dalë në gjami me bona file, si kur që ven namazin e taravis, apo namazin e paraditës e kesh përblimin sa një umrë. Dhe thot pejgamberi Allahu gjithashtu, ai i cili del në gjami vëllezër të ndershëm, nuk vjen në gjami vetëm me mësu diçka prej fesë Allah. Pra ata të cilët privohen dhe nuk vinë për derse, elhamdulillah kena me bollëk, kafët full gjamiat zbraz. Nuk ka interesim me mësu fejnë Allahut në periudhën më delikatën si për faqen e tokës. Nuk ka dit më të vështira dhe më delikate vëllezër të ndershëm se këto dit. Për ata më nevoj se së këto dit me mësu fejnë Allahut, kur s'kena pasën dhe s'kemi me pas. Për çkak se ka mundësi një dit në mëngjes mu zgjudhe me me ndodh një katastrofë e madhe e çuditshme, nga se Allahu azza wa jall është duke pregadit tokën për një ndodhi të madhe.
dëshiron mi shpëtu kësaj spërove të madhe që ka me ndodhen, unë mendoj këtire viteve, vetëm ato që e njofin fenë Allah. Para të thot pejgamberi Allah, ai që del në xhami me mësu njerëzve një të mirë, apo ai që të prezenton në xhami me mësu një të mirë, e ka shpërblimin sa një haq. Dhe thot pejgamberi Allah, ai që e fal sabahun dhe që ndëron sabah në venin e xhamisë nuk del deri të lindë dielli, spaku deri të lindë dielli, e ka shpërblimin sa një haq dhe një umre të plot. Para mendoj 10 minuta neve me qëndru në xhami, e kena shpërblimin sa një haq dhe umret plot. Kështu ka thonë pejgamberi Allah. Pra ti që i privuan për aqe, ke mundësin, ke dunjavle të ndërshëm me arrit shpërblimin e haqit dhe umret, dhe ka vepra qera që ka nalë hadithe pejgamberit Allah. Ne për shka kohës i lom këto hadithe të pejgamberit Allah, që të kapmi për këto të cilët i treguam dhe lusim Allahun azze wa gjell, që Allahu azze wa gjell i badetat, Allahu azze wa gjell t'i pranon duat dhe luqet e agjilerve, mysafirve të Allahut azze wa gjell, Allahu t'i ndëgjon, dhe lusim Allahun azze wa gjell që Allahu sa më par të në mundëson të vizitojmë këtë vend të bekuar, që të gjithë pejgamber kanë qenë prezent, përveç se një pejgamberit nuk ka qenë prezent në këtë vend. Aja është Isa i bir Merjemit, i cili në akhiri zaman ka me zbrit dhe aj ka me vizitu këtë vend. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të në mundëson që të jemi misafir të Allahut. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.